Detajet të reja janë zbuluar nga ngjarja e rëndë që tronditi sot Brestin e Francës, ku një çift shqiptarësh u gjeti pa jetë në banesën e tyre. Tragjedia ndodhi mesditën e së enjtes në një apartament në katin e 4 të një pallati në kohën kur fëmijët e çiftit të mitur ndodheshin në shkollë. Alarmi erdhi nga fshinjët, të cilët dëgjuan të shtënat e armës dhe e njoftuan autoritetet. Zjarfiksit që hapën derën me forcë gjetën pa jetë 30 vjeçaren shqiptare dhe partnerin e saj 36 vjeçar. Sipas të dhënave të para, 36 vjeçari qelloi bashkëshorten me pushgjuhet dhe më pasi dha fund jetës. 2 fëmijët e mitur u morën menjëherë në mbrojtje nga shërbimet sociale të mirëqenies së fëmijëve, ndërkohë informacionet e dala nga zyrat e prokurorit hedhin dritë mbi një histori të mëparshme tensioni e abuzimi. Vetëm një muaj më parë, më 23 tetor, gruaja kishte denoncuar partnerin për dhunë psikologjike, për shkruar prej saj si xhelozi patologjike dhe kontroll shtrëngues. Ajo e kishte përjashtuar dhunën fizike, por kishte shprehur frikë të madhe ndaj tij. Fshinjët konfirmojnë të njëjtën atmosferë të tensionuar. Ata pohuan se kishin njoftuar disa herë policin për të ndërhyrë, ndërsa përshkruanin burrin si tetë, xheloz dhe abuziv. Mësohet se 30 vjeçaria kishte lënë banesën dhe ishte strehuar bashkë me fëmijët në një qendër emergjence. Ajo kishte shprehur dëshirën që partneri të kërkonte trajtim, ndërsa duket se së fundmi ishte kthyer në shtëpi, një kthim që përfundoi tragjik. Ngjarja nxjerr në parë rrezikun e lartë që përfaqësojnë rastet e dhunës psikologjike të kombinuara me xhelozinë ekstreme dhe kontrollin emocional, duke treguar sa shpesh situata të tilla përshkallëzohen drejt dhunës fatale kur nuk ndërpriten në kohë.